Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Fox News në emisionin e përjavshëm Nga Kalaja, ku do të trajtojmë çështjet e aktualitetit politik. Fakt, ky nuk është një emision i paanshëm, ky është një emision i anshëm, siç e kemi thënë kryeterës. Unë do të diskutoj ditën e sotme për shumë çështje që kanë të bëjnë sigurisht me opozitën, por edhe me atë që po ndodh pikërisht për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe seancën dëgjimore që ka ndodhur ditën e sotme me të nominuarin për ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri. Kemi qenë një vend që jemi qeverisur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në pozicionin e dytë, pra të ngarkuarin me punë, që do të thotë zëvendës ambasador, jo fuqiplot, dhe ndërkohë tani përgatitemi për të ardhur një ambasador i ri. Sot ai ka folur për luftën kundër korrupsionit dhe narkotrafikut. Pra Shqipëria futet te zona si një vend me narkotrafik, si një vend kartel droge, janë 22 deklarata të ambasadës amerikane. Do ta diskutojmë këtë çështje pjesën e parë për të kuptuar ç'ne ne që futemi në hartën e karteleve të drogës. Pa humbur kohë, do doja t'ju prezantoja të ftuarit për natën e sotme. Bledi Diga, politolog, mirëmbrëma, faleminderit që je me mua. Maringlen Doçi, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, mirëmbrëma Maringlen. Mirëmbrëma. Kam të ftuar mikun tim, deputetin e Qarkut Fierit, zotin Luan Baçi, mirëmbrëma zoti Baçi. Faleminderit që do ndash me ne këto minuta sot. Të fundit, kujdes për jo për nga rëndësia, edhe ai miku im, kryetari i Partisë Lëvizje Legalitetit, Shpëtim Axhami, mirëmbrëma zoti Axhami. Faleminderit. Zoti Baçi, do doja ta nisnim bashkë në fakt këtë moment. Ditën e sotme i propozuari për ambasador në Shqipëri, që pritet vi shumë shpejt, ka fol për luftën kundër korrupsionit, narkotrafikut, ka fol për prioritete siç është jo politizimi i drejtësisë e tjera si këto. Si shikoni këto mesazhe, sepse kjo është dëgjes publike, pra ai është nominuar për marrë në Shqipëri dhe flet për këto tematika. Asgjëre që ne ta quajmë lajm ishte e pritshme. Qëndrimi i Departamentit Shtetit ka kohë që ka ndryshuar qasje qysh me ndryshimin e pushtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo deklarat dhe ky qëndrim i ambasadorit amerikan që vjen fuqi plot në Shqipëri absolutisht nuk ishte asnjë gjë të re, por kishte thjesht atë që ne kemi thënë deri tani. Dhe po të vëmë re, deklarata e tij ka qenë shumë kuptim plot dhe shumë e qartë. Gjithë ato denoncime që ka bërë Partia Demokratike dhe opozita gjatë gjithë kësaj kohe vërtetohen edhe në deklaratën dhe qëndrimin që do të ketë ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në vendin tonë. Parë në këtë këndvështrim është një këmban alarmi dhe një sinjal i fortë që jepet qeverisë së Edi Ramës për t'i thënë që nuk ka më mbështetje siç ka pasur një herë në një kohë kur ishte ambasadoreja Yuri Kim, që dilte dhe mbante deklarata skandaloze mbi qëndrimin dhe mënyrën se si qeverisej ky vend, domethënë në mënyrë krejt të kundërt, duke dizinformuar edhe opinionin kombëtar dhe ndërkombëtar, qëndrime të papërgjeshme të një ambasadore të shtetit më të fuqishëm dhe partnerit ton strategjik kryesor. Mendoj se pak me vonesë ardhja e ambasadorit, për t'i thënë gjërat ashtu siç janë, më shpejt duhet kishte ndodhur. Ka krijuar një farë vakumi vonesa, sadoqoftë e ngarkuara me punë nuk ka ato kompetenca që ka një ambasador, plus duhet thënë dhe tjetra që e ngarkuara me punë është në vazhdimsi të atij trupi diplomatik që ka qenë që në kohën kur ishte ambasadore Yuri Kim. Kështu që dhe qëndrimet e saj pavarësisht ngarkuara me punë kanë qenë për inerci, po nganjëherë ndoshta jo dhe për inerci, po edhe për të ruajtur atë deri në thonjzat ish shefes që ka pasur. Me ardhjen e ambasadorit të ri, unë mendoj që do të ketë një ndryshim total në qëndrimin e ambasadës amerikane, do të ketë ndryshime të mëdha në mënyrën se si do të jetë edhe politika e jashtme dhe gjithë informacionin që do të përcillet Departamenti i Shtetit do të jetë krejt ndryshe, pastaj do të jetë i vërtet. Aq më tepër që siç e shikojmë, kjo vonesa në thonjza e ambasadorit nuk është thjesht një vonesë kot pa arsye, po është një vonesë që ambasadori ka marrë dhe gjithë informacionin e duhur se si është gjendja në Shqipëri dhe çfarë qëndrimi do të mbajë. Deklarata e sotme publike nuk është kot, nuk është thjesht një deklaratë për të bërë një deklaratë, po është një deklaratë për të thënë që ky do të jetë qëndrimi dhe informacionin e kanë shumë të saktë se çfarë përfaqëson kjo qeveri. Krim, korrupsion.
Më shqip nuk ka ku të vejë. Shumë interesante kjo qasje Maringlen që thotë zoti Baçi, pra janë dhënë sinjalet e para thotë, apo jo deputet, nëse të kuptova drejt me këto deklarata që ka, domethënë i nominuari nga Trump për ambasador në Shqipëri. Pra ne kemi dëgjuar që ambasada amerikane në Shqipëri nuk ka dërguar informacionin e duhur ndoshta në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por tani po shikojmë që po flitet për kartele droge. Ç'ne ne tani këtu te kartelet e drogës? Ne me datë 28 nëntor, kur kishim ditëlindjen e kombit, na thanë luftoni kartelet e drogës. Pra ç'është kjo histori? Faktikisht kjo është e vërteta. Ne jemi për lidhjen qeveritare me kartelet e drogës në Shqipëri, ne jemi njoftuar nga shërbimet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është e vërteta, pavarësisht se kemi parë një neglizhencë të politikës brendshme të ambasadës këtu, e udhëhequr nga Yuri Kim asokohe, për të goditur qeverinë shqiptare në lidhje me raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për lidhje të karteleve të drogës me qeverinë shqiptare. Ne nga ato raporte kemi marrë vesh që pjesëtarë të karteleve të ndryshme që kishin marrëdhënie me Sinaloan meksikane, vinin tek zyra e kryeministrit, takoheshin, emrat janë publik, pra personat janë shpallur dhe non grata nga shteti amerikan, janë ndaluar hyrja pra e këtyre pjesëtarëve të këtij karteli, pra shqiptarëve të këtij karteli, të cilët vinin dhe hanin qofte me kryeministrin Edi Rama, dhe unë e shikoj këtë lajmin për një, si të themi, ose interesin e ambasadorit të ri Amerikan në Shqipëri, e shikoj që një lajm shumë të mirë. Duhet theksuar që ambasadori i ri është një diplomat karriere. Nuk është një emisar i askujt, siç ishin emisarët e Sorosit që vinin nga shoqëria e Sorosit në Shqipëri. Falë, që të ndërpres, jo, me që jemi në këtë pikë, sa po ka dalë projekti tani që Soros i ka hedhë $300 milion për politikat anti-Trump. Në këto momente është lajm i fundit, është lajm publik, pra hedh $300 milion se si do godas Trumpi. Po sepse linja e politikës Trump, me atë çfarë shikojmë ne dhe arrim të kuptojmë, është linja e ambasadorit të ri në Shqipëri, pra njerëz të cilët do shkojnë atje të përfaqësojnë interesat e vërtet të popullit dhe të shtetit amerikan, dhe jo interesat të shoqërisë hapur, të fondacionit Soros dhe të planit madh Sorosit për botën, siç ishte dhe Yuri Kim. Çfarë preti nga ky ambasador, Maringlen, qasjen tënde? Pra se ti the është ambasador karriere, vjen edhe nga lufta në kuptimin e apo jo, pra vjen nga siguria. Zotria ka qenë ndërlidhësi i çështjes palestinezo-izraelite, pra i konfliktit, dhe është një nga njohësit më të mirë dhe është një peacekeeper, pra një paqëruajtës gjatë kohës kur ka shërbyer në rajonin lindjes mesme në lidhje me këtë gjë, dhe unë pres që ai të mos ketë fare mshirë mbi mënyrën se si funksionojnë kartelet në ndërlidhje me qeverinë shqiptare. Pra, shikoj një luftë madhe që ndoshta në horizont Edi Ramës nuk i duket diçka e vogël, pra, sepse mendon që mund ta korruptojë këtë ambasadorin e ri, por shoh një luftë madhe që po hapet në sfond. Okej, Bledi, nga pikpamja jote, si shikon këtë lëvizje Shtetet Bashkuara të Amerikës? Zoti Baçi tha janë disi të vonuara, pra edhe përfaqësimi me nivel dytë në Shqipëri, kemi realist, është kundër interesit tonë, si shqiptar, sepse ne tani sado sovranist jemi mësuar që na duhet një mesazh nga jashtë. Duhet, pikërisht është një vend i vogël, inercia e gjithë viteve të tranzicionit i ka bërë përfaqësi diplomatike ambasadorët në veçantë që të kenë një zë, domethënë jashtë edhe protokolleve që të kërkonte drejta konsullore ose diplomatike që të hynë edhe në politikën shqiptare, të japin opinion. Pra, përtej atyre që ambasadorët bëjnë, domethënë vendet e tjera, për shembull, duke marrë parasysh Italinë, Anglinë, nuk përmendet emri ambasador, po ky është realiteti shqiptar. Ambasadori që vjen është pozitiv, sepse domethënë paktën e emërimi, lajmi, tani ka pasur një dëgjes në Senatin Amerikan, duhet marrë miratimin, sepse ishte edhe ambasador një tjetër para ati Kostellani, dhe ai domethënë pavarësisht se nuk ndoshta në atë impaktin e parë nuk pati, si thuash, pak nga opozita këtu
si thua, një prirje për ta mbështetur ose tjetër. Nuk Ishte kishte asnjë eufori. Ai gjithsesi nuk e kam lexuar para pak ditësh që kishte mbajtur një qendrim të kritikën ndaj qeverisë aktuale. Ndaj qeverisë aktuale. Gjithsesi, përtej kësaj e pozitive është fakti që në fund ambasada do të ketë një kokë, pra një udhëheqje fuqiplot, të drejt për drejt, fort, përtej, domethënë atyre si thash emisarëve të nivelit 2 të tjerë, do të ketë një ambasador që mund të raportojë drejt për së drejti. Siç thanë dhe parafolësit, është pozitive që është një person që ka një karrierë politike, pra ta shtrëquajtura të mundësi eventuale të, si thua, s'po them kompromitimit, por të majtjes anë politike, redukton këtë rast, por gjithsesi duhet parë në terren. Ajo që vlen për të theksuar është ajo që ka shprehur në Senat, pra lufta kundër karteleve drogës dhe elementi i dytë është ai i si thua ruajtje të panshmërisë së drejtësisë. Pra mos ndikimit në këto dy momente unë do t'i shikoja të lidhura bashkë. Edhe drejtësi? Janë të lidhura bashkë. Fakti se ambasadori i arshëm eventual flet për kartele droge, do të thotë që ka një interes të drejt për drejt amerikan, sepse flasin për kartele drogës që operojnë në Amerikën Latine. Dhe dihet ku Amerika Latine është një vend që kontrollohet drejt për së drejti nga Amerika, nga DEA, nga gjithësi. Dhe si thuash një element i ri, si thuash i fuqisë në botën e krimit në Amerikën Latine, normalisht që ngrin vëmendjen e shtetit amerikan. Dhe dihet që kartelet kanë lidhje me paktën kartelet shqiptare kanë lidhje, vinë investojnë këtu, kemi dëgjuar nëpër lajme, kronika të zeza, domethënë që nuk janë shkëputura totalisht. Dhe në këtë sens, si thash, drejtësia shqiptare duhet kishte dhënë dhe ajo një goditje këtyre karteleve, duke i prerë të paktën, si thuash, atë vatrën e prehjes. Unë shikoj si një vatrë preje Shqipërinë për këto kartele. Domethënë bëjnë ç'bëjnë jashtë dhe vinë prehen në Shqipëri. Dhe nëse do kishte bërë shumë, do t'i kishte prerë këto. Kjo s'ka ndodhur. Kjo s'ka ndodhur, përderisa ambasadori amerikan thotë që është një çështje primare, do të thotë që nuk është redukuar. Është shumë interesant kur thotë gjatë fjalimit të tij që do ta bëjmë Amerikën më të sigurt duke luftuar kartelet në Shqipëri. Kujdes, pra kjo tregon se kartelet shqiptare po cënojnë sigurinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tani insinuata nuk e di, kjo është dhe pjesë interpretimi, por kur flet për politikën dhe dy nga pikat kryesore është politika dhe droga, duhet domosdoshmëri që çdo fije politike nga Shqipëria dhe lidhur me kartelet e drogës të ndërpritet një herë. Qartë. Zoti Axhami, tani ju patët mundësinë për t'i ndjekë edhe parafolësit. Do doja një sentencë nga ana juaj në raport me këtë. Do me thënë, unë e di që ju jeni sovranist pa diskutim, por prezenca e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri ka pas efektet pozitive në Shqipëri më shumë se një shekuj. Në radhë të parë është një lajm i mirë që pas një periudhë të gjatë, tashmë kemi një ambasador të nominuar nga presidenti Trump që do përfaqësoj diplomacinë amerikane këtu në Shqipëri. Për sa i përket deklaratës sotme, vlen për të theksuar sepse kjo është një deklaratë që e shqetëson Departamentin Amerikan të Shtetit, që e shqetëson Amerikën për faktin se çfarë ekziston në Shqipëri. Kur ai thotë që në Shqipëri të luftohet droga, të luftohet sistemi drejtësisë të jetë i pavarur, do të thotë që këto janë problematika shqetësuese. Përderisa ai do vjen për përfaqësuar shtetin e vet, ai flet për dashamirësinë se si një shtet si Amerika, një alat i tillë strategjik, se çfarë mendon për të qenë më mirë për vendin tonë. Këto janë probleme shqetësuese, ashtu siç u tha edhe nga parafolësi, probleme shqetësuese që janë ngritur her pas here nga opozita, janë probleme shqetësuese jo të sotmen, por të trashëguara që përpara 2-13 vjetëve që kur Krye Maxharanc ka në qeverisje, pasi ne dim që 4 vjeçarin e parë të mandatimit të kësaj qeverisje gjithë Shqipëria pothuajse u mboll drog, projekti për kanabizimin e Shqipërisë. Kanabizimit të Shqipërisë, po edhe më vonë
agjensit e huaja dim se si kanë ndikuar në kapjen e grupeve të drogës që nga Amerika Latine deri në Shqipëri, përpos aty ku ka drogë ka krim, dhe atje ku kalon droga është e lidhur politika dhe qeverisja me këto tre. Dhe të tre elementet, krim, drogë, politik, qeverisje, janë të lidhur me njëra tjetrën dhe janë shqetësuese këtë në Shqipëri dhe problemet të cilat kanë dhe lidhje me integrimin e sotëm ose me diskutimet e djeshme dhe të sotme që po bëhen për integrimin në BE, ku tre shtete kanë qenë tepër skeptik në lidhje me këto tre element që po diskutojmë. Të ju bëj një pyetje, me që jemi këtu, do më thënë, ju e shikoni që mund të ketë një perspektiv goditja e qeveritarëve në raport me drogën në Shqipëri? Se ne kemi gjuhë denoncime, pra e shikoni që Amerikanët, do më thënë, mund të investojnë? Me pa tjetër, Euroatlantikët, edhe Bashkimi Evropian dhe Amerika, atë vend i cili stimulon drogën, kur politika është e lidhur me drogën, normalisht nuk pajtohet kur me të. Pavarësisht se ndoshta her pas here këto probleme nuk janë goditur në kohën e dur, janë zvarritur deri diku, po vjen një moment kur ato nuk të falen. Po ky thot do çoj Shqipërinë në BE. Shqipëria në BE ne urojmë gjithë që jemi këtu, pavarësisht asaj sovranizmit që thamë ne, që të integrohemi në BE, për fatkeqësisht Shqipëria kështu në BE është vështirë për të u integruar dhe është vështirë njëherë për të mbyllë negociatat. Vërtet negociatat do hapën vitin 2022, vërtet disa kapitull janë po diskutohet për të mbyllur, po unë e quaj jashtë dëshirës time që këto negociata do të mbyllen dhe aq më tepër pastaj se ka dhe një hap tjetër të integrohemi automatikisht, si të thua 100% në Bashkimin Evropian. Me një qeverisje të tillë ku korrupsioni, ku krimi organizuar dhe kur pavarësia institucioneve, aq më tepër institucionit i drejtësisë, ku është theksuar her pas here dhe nga shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe nga Amerikanët, që reforma në drejtësi të jetë, sistemi drejtësisë të jetë i paprekshëm, ai të jetë i depolitizuar dhe pa ndikimin e qeveritarëve. Pa një sistem drejtësie të forcuar, të shkputur, të pavarur, nuk mund të funksionojë as sistemi ekzekutiv, as sistemi ligjvënës. Luan, me që jemi këtu, do më thënë, ju si e shikoni këtë qasje, pse Amerikanët po flasin për drejtësinë, jo drejtësi politike? Do më thënë, po t'i shikosh në pamjet parë, Amerikanët kanë investu dhe s'pak, apo jo? Kanë dhe prezencën e tyre aty. Por në tani në këto momente thonë, jo drejtësi politike. Çdo të thotë kjo për ty, si deputet i opozitës? Madje duke i vënë theksin për ta mbështetur drejtësinë dhe për mos të qenë e ndikuar të jetë drejtësi e pavarur. Pavarësisht se muaj të tërë, madje vite do të thoja, me këtë reformë në drejtësi u krijuar një imazh i rrem, i paqen, i një drejtësie të pavarur, sidomos për SPAK dhe GKK, si dy institucione që vërtet morën një farë pavarësie, por pavarësia ishte thjesht një imazh, thjesht ato pagat e larta të tyre dhe mënyra se si ata funksionojnë, por kemi parë me fakte konkrete, pavarësisht denoncimet i ka bërë Partia Demokratike dhe veçanërisht kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, për jo pavarësinë e këtij gjyqësorit të SPAK dhe GKK dhe vënien në dispozicion të partisë në pushtet, më në fund kemi rast konkret ku është vërtetuar katërcipërisht që ndikimi mbi SPAK-un dhe GKK-on është shumë i fuqishëm nga ky kryeminist dhe nga kjo qeveri. Dhe kemi rastin e Belinda Ballukut. Ish zëvendës kryeministre, që unë e quaj zëvendës kryeministre de facto, për arsye se pavarësisht se Rama tregoi një fuqi shumë të madhe për ta mbrojtur Belinda Ballukun dhe në fakt e realizoi një gjë të tillë kundër çdo lloj rregulli dhe kundër çdo lloj edhe presionit të jashtëm, se këtu duhet jemi të vërtet, edhe Bashkimi Evropian e ka presionuar për punën e Belinda Ballukut, por në fakt Rama nuk dëgjoi në të drejtim fare, e mbrojti në mënyrën më të paimagjinueshme, nuk e kishim besuar se mund të mbronte një gjë të tillë, mbrojti veten e vet, por Belinda Balluku pavarësisht se nuk është më zëvendës kryeministre, ajo është zëvendës kryeministre de facto. Iku si zëvendës kryeministre dhe emëroi Karakaçin një ish zëvendës, një ish vartës të saj dhe nënhetim në SPAK, edhe zoti Karakaçi. Pra, është njëri që ka afera korruptive, ish vartës i zonjës Balluku, zonja Balluku drejtuese politike e qarkut Fierit ku vazhdon të bëj fuqiplotën në të gjitha drejtimet dhe çfarë kemi në këtë situatë? Kemi një SPAK që është i pavarur,
absolutisht jo. Pra Me kemi që jemi këtu, zoti Baxhi, mund të drejtoj pyetje për qarkun e Fierit. Ju jeni deputet i këtij qarku, i keni një vit që keni dalë deputet, tani flas për fushatën e 2025-s. Cilat kanë qenë vështirësitë tuaja në raport me Belinda Balluku? Pra ç'fushatë është bërë? Në ç'klin janë kërkuar këto vota dhe ç'është ky rezultat i 100.000 vota Partia Socialiste? Domethënë, si e shikoni ju, se ju jeni politikan i vjetër, politikan karriere, Fierin e njihni majt gishtave, unë e di shumë mirë, prandaj u drejtoj juve këtë pyetje. përveç Jo këtyre shëtitësve që vinë njëherë këtej herë andej. Pra, e kam drejt për drejt. Si e shikoni? Mund na jepni një skaner? Çfarë ndodhi? Patjetër, shumë të thjesht madje skanerin. Kysh kur u emërua si drejtuese politike dhe mori një emërim, në mos gabohem, muaj të tërë përpara, rreth po thuaj një vit përpara si drejtuese politike, Belinda Balluku dhe në atë kohë ka qenë një person shumë i fuqishëm, nuk edhe kur vinte Rama në Fier nuk kishte impaktin që kishte kur vinte Belinda Balluku. Për arsye se Rama nuk vinte thoshte dy fjalë dhe ikte, ndërsa Balluku vinte, shtrohej aty dhe merresh me të gjitha problematikat në thonjza, me të gjitha nderet dhe respektet, mori dhe u bëri skaner të gjitha drejtorive. Mos harrojmë që në Fier kemi një drejtori të përgjithshme të Alpetrolit që kanë mbi 2000 punonjës dhe flasin punonjës që marrin nga 1 milion lekë të vjetra pag, specialist pastaj dhe shefa zyrash janë me shumicë, tendera me shumicë dhe biznese që janë të lidhur me Alpetrolin. Kemi një kategori të madhe biznesesh që kanë privatizuar ose kanë marrë me koncesion puset e naftës që kanë lidhje me Alpetrolin. Kemi bankersat e famshëm që për mua është një sipërmarrje e korruptuar nga fillimi në fund, ku edhe specialistët dhe punonjësit, pavarësisht se janë në privat, nuk kalonin dot që të futeshin në punë ose të bëj skaneri pa kaluar nga duart e Belinda Ballukut, edhe tek privatët. Absolutisht, domethënë. Dhe flasim për një qark që ka vërtet potenciale shumë të fuqishme. Dhe tjetra, ajo i thot zoti Axhami, të gjitha drejtorit, jo vetëm të dikasterit vetë që ajo mbulonte, por edhe në ministrit të tjera, në drejtorit të tjera, zbritën në Fier, madje kam një informacion të sigurt, dhe madje kam denoncuar dhe në fushat, ku rreth ka kaluar mbi 1000 numri i atyre punonjësve që bën pashaportizimin, sollën gjendjen civile në Fier, 6 muaj para, si që parashikon ligji, po që të ishin si votues, pra e pa përmbajtur në mënyrën se si donte të arrinte rezultat spektakolar, si që kishte reklamuar dhe publikuar Qysh kur erdhi në kryet herës. Plus presionet tek biznesi, ka qenë të papara. Me anë të atyre individve, sekserve, patronazhistëve të saj, thëriste të gjithë bizneset me radhë, u lidhte takime në për lokale, vende të veçanta, ku i ftonte si për kafe, si do pinte kafe dhe i pyeste për mënyrën se si punonin, hallet që kishin, çfarë nevojash kishin, se ishte kjo bamirësja e madhe që ju aplotësonte dhe ato nevoja që kishin, që mund të ketë patur probleme nga më të ndryshmet, probleme me tatimet, probleme nga kërkesa nga më të ndryshmet për njerëzit e vet atje, u poziciononte në përpunë, hapësirat për të punësuar e thash në qarkun e Fierit janë të pamata, duke qenë bankersat, Alpetroli, drejtoritë e qarkut, ka gjithë ato drejtori që janë me qendër qarku, dhe në këtë drejtim frika tek bizneset e vogla, tatimorët duke lëshuar. Unë kam pasur rast vetë, Aulon, e kam thënë një 2 herë në media, në fushat kam vajt në një lokal dhe rastësisht kam hyrë brenda për të pirë kafe, ishte një ditë që fryu shumë erë në Fier, dhe hym tek ai lokal, ishim me 4-5 vetë, morëm nga një kafe atje dhe i zoti lokalit erdhi aty dhe piu një kafe me ne, nuk e njifja për hir të vërtetës, ja kam përmend emrin edhe në studio televizive më parë, ishte nga Cakra, ishte marrë lokal me qera. Dhe tha, do rrishte 10 minuta, tha, të bëjmë një foto bashkë, se vinë dhe dy çunat mua këtu, tha, vinë nga shkolla, tha, kam qef, tha, kam respekt, tha, andej, tha. E bën dhe atë foton, ta hedhë në Facebook, i tha shumë, po, tha, ta hedhë në Facebook, e hodha në Facebooku, pas 2 ditë shkalova atje me një grup tjetër dhe thash për ta s'nalat paguanin çaj në atë ditë, aty, dhe mua më ngeli merak, si thon fjalës, dhe u kthye me ca të tjera aty që të bënim një të pinim një kafe, një respekt. A di çfarë më ndodhi? Ndjes se u zgjata. Jo, nuk u zgjata. Aty brenda gjeta vetëm 2 veta, ulën në një tavolinë, të zotin e lokalit që i fola dashi i thash, si je, uli kokën kështu e të lutem, tha sot, tha, nuk pres njeri, tha. Sinqerisht u thash, çfarë ke? Thash, mos kishe ndonjë hall, ndonjë gjë. Po jo, ashtu, shikoj 2 veta aty në tavolinë, i fola njëri se e njifi atje, Vaska si je, i thashu.
Tha, s'kemi punë, tha, me juve këtu, tha. Atje i thira mendjes unë, Vaska Kopaçe është tatimor në bashki, ka qenë tatimor të tatimet, tatimor në bashki, dhe që nga dita, 2-3 ditë para, që unë hodha në Facebook foton, e kështë marrë në patronazh çdo ditë, kishte pinte birra pa lek atje, si një pis burr, bashkë me një tjetër atje, dhe këshin vënë në një presion të papar për të mbyllë lokalin atë zotëri, pse për një foto që bëri dhe se kishte zonë që e mbulonte ky patronazhist, që është dhe sot e kësaj dite, në tatimor në bashki, një hajdut, në kuptimin e plot të fjalës, një maskara burr që merret me një hallëxhi. U larguam nga lokali, madje atë ditë kam qenë edhe me drejtuesin politik të Qarkut, zotin Bardhi, e ktheva vetë aty, do me thënë, të ky lokali këtu, thash, dhe ka qenë dëshmitar edhe ai dhe disa të tjerë në këtë skenë që ka ndodhur. Pra, është e vërtet kjo që them, solla vetëm një shembull. Janë me 10 shembujt e tjerë, unë duke pas lidhje me bizneset në Fier, me shumë biznese, se jam vetë njeri që jam marrë me biznes, merrem me biznes, me punë private, merrem dhe kam njohje me gjithë biznesin e vogël. Ishte nga të pamundurat, më mirë në telefon, thoshin, na lërë këto ditë, po deshe mos na kalo këteja, se po të panë që erë ty këtu, na erdhën tatimor këtu me vrap. E kuptoni se çfarë fushate është bërë, dhe kjo s'ka ndodhet me qarkun e Fierit. Kjo ka qenë gjithandej. Po qarku i Fierit ka qenë një shembull i shëmtuar, i fushatës zgjedhore të kësaj qeverie. Pra, u lëshuan të babzitur. Atëre ku kishte madje gjithë administrata, themi ne që shpesh herë janë rresht socialistët, janë shumë të predispozuar në fushat, punojnë ata. Në fakt ata nuk janë socialistë, ata janë punonjës administrate që paguhen dhe në orar të punës, edhe jashtë orarit të punës marrin honorare, marrin benefite dhe vazhdojnë punën. Pra po u hodh administrata, po u hodh gjithë qeveria, gjithë shteti, gjithë policia, atje kishe policin. Drejtori i përgjithshëm i policisë që është bërë sot ishte drejtori i Qarkut Fierit. Gjithë policinë e kishe në rrugë duke skanuar gjitha targat e makinave, mjetet që kishin demokratët për të bërë presion, për të ndaluar në rrugë që të gjithë. Përballë një farse të tillë nuk mundesh të jesh. Qarkut Fierit, nuk i kemi ditë gjithë këto gjëra, sinqerisht, për ta kjo që the sidomos për këtë kafen e zotërisë. Është një shembull që kjo e zbërthen komplet situatën e klimës terrorit që ka ndodhur. Por ajo që ndodhi dje, ne kemi qenë një dëgjes publike me Kuvendin e Shqipërisë në Durrës për hartën territoriale. Unë bajta i fjalimat edhe kërkova që fushkruja tjetë bashkimin vete. Dhe pjesa tjetër e sallës, ishin një 200-300 veta që kishin sjellë këta, thonë sa të lumtur jemi. Ora nuk gjova një njeri që të mati i qëndrim publik, politik, me boj një kështu. Unë nuk e di se ku po shkojmë këtë lloj gjendje. Gjithsesi do shkojmë në hapësirë publicitare dhe do rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit për ta shpërndar bisedën në raport me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian që po mbahet peng pikërisht nga zonja në fjalë. Publicitet. Jemi rikthyer në studio për pjesën e dytë të emisionit, po diskutonin në fakt mënyrën se si janë bërë zgjedhjet në Qarkun e Fierit me deputetin Luan Baçi. Ndërkohë, pra, a lejohet një vend i tillë të integrohet në Bashkimin Evropian? Kjo është pyetja, Bled, për ty. Pra si e shikon ti këtë lloj fushate dhe cila është zgjidhja, se jemi në konstatim, pra ka ndodhur kjo. Unë shikoj dy element në raport Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Elementi i parë është janë të shqyrë teknicien, domethënë të jo të zgjedhurit, që flasim për Komisionin Evropian, Parlamenti Evropian deri diku, po gjithsesi dhe parlamenti ata që janë deputet marrin më shumë, nuk janë motori i politikave të Bashkimit Evropian, po më shumë. Motori? Motori është Komisioni Evropian, që është nga burokrat, teknokrat, dhe nga ana tjetër kemi elementet e shteteve, shtete që përfaqësojnë. Gjermania. Po, shtete që përfaqësojnë, po jo në nivel, si thua, të deleguarsh në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë kuptim, unë shoh që nëse në nivel shteti, mund të ketë, si të thash, mund të ketë një tërheqje veshje qeverisë ose Shqipërisë për situatën politike, ekonomike etj. Nga ana tjetër, burokratit e Bashkimit Evropian thjesht nuk, si thash, çojnë ambasadorë e tjerë që
janë deri diku përpiqen të jenë, në thonjza, luajal. Politikisht korrekt. Po, politikisht korrekt. As, kemi si dëgjuar. thuash, nuk bëjnë kritikën, Po. as dhe nuk të rreqin veshin. Domethënë, kot. si thuash, Vegjetojnë. kjo vjen si dobësi e Bashkimit Evropian në Sigurisht. vetvete. Pra nuk ka një kokë, një strukturë të fortë që të jetë vendimarrëse. Dhe në këtë kuptim, unë shoh që u bën kësaj qeverie për mandatin e 4, kemi 16 vjet dhe në këto 16 vjet deri ku të mbaroj mandati, por në gjithë këto vite, paktën 3 të konsumuara, 3 mandate të konsumuara, ka pasur sa skandale. Nuk e bën një skandal, domethënë që ndodhi në mandatin e 4 që të jetë kaq i madh sa që Bashkimi Evropian të marri dhe çfarë do marri. Jo, për zonjën Balluku flasim gjithmonë, Po te kjo temë. Unë shoh që në raport me BE-n gjithmonë. në raport me BE-n, BE-ja ka pasur mundësi që të kritikoj Shqipërinë Dhe nuk e ka bërë. gjatë gjithë këtyre mandateve. Kjo vjen sepse, domethënë, burokratët e Bashkimit Evropian janë të distancuar, nuk ka një raport drejt për drejt me nga përfaqësimi politik, nuk janë në raport drejt për drejt me zgjedhësit e tyre në Bashkimin Evropian, nuk ka ku të japë me llogari me pak fjalë. Qartë, pra vetë struktura e tillë. Kemi shumë antarë të Bashkimit të Komisionit Evropian e tjerë që janë përfolur dhe për korrupsion në nivelet lartë. Federica Mogherini. Ajo Grekja gjithashtu që ka, pra ka figurat ndryshme dhe pse kur bëhet në nivele kaq lartë nuk mund të bëhet pastaj edhe shtrirë. Pra si thua pyetja ime është, a jemi ne një vend eksperimental? Kjo është pyetja, sepse të ndodh, domethënë, shiko, me që ishte e Greqia, partia në pushtet e Greqisë dorëzoi mandatet, imunitetet e 13 deputetëve të saj në një moment caktuar. Pra, ndërkohë ti, Shqipëria nuk dorëzove dot një njeri që ka akuzë penale dhe është marrë pandehur dhe është kërkuar pra nga SPAK-u. Pra, cili është standardi i Bashkimit Evropian? Pra, ne do të jemi si Greqia, do të jemi si Bangladeshi, pra kjo është çështje. Kjo duhet parë sa, domethënë, se si do të reagojë Bashkimi Evropian, cila do të jetë forca e reagimit të Bashkimit Evropian. Deri më tani unë nuk kam parë ndonjë forcë jashtëzakonshme, ndonjë veto të natyre. Domethënë vazhdohet që të bëhet pengesë hyrja e Bashkimit Evropian të paktën në nivel, le të themi, në nivel mediatik, ajo që vjen nga Bashkimi Evropian, jo nga shtetet, flasim Gjermania, i pikaz dhe i ka caktuar mirë cilat janë pengesa. A keni këndjesin që manipulohen dhënat bledi këtu? Domethënë se shiko. Dhënat atu nuk mund manipulohet nga organet tona, nga shteti jonë. Mund nga ata që i përcjellin. Nga ata që i përcjellin janë mesazh të Bashkimit Evropian. Zoti Luan, nuk e di keni qenë ju pjesë e delegacionit që çoi Partia Demokratike kur u bëri protestë në Strasburg? Jo, s'kam qenë. Një nga deputetët që ka qenë kam pas ftuar në studio, më tha kur takum eurodeputetët, nuk kishin informacion. Po, munges. Jo, ma tha domethënë ka kontakti, kemi pi kafe me ato, kemi net me McAllister dhe me një pjesë tjerë. Pra, kanalet diplomatike. Nëse në Shqipëri fokusi do ishte më i lartë, nuk ka nevojë as për kanale, po nuk ka një fokus caktuar dhe ambasadorët bëjnë. Gjermania ka pasur vëmendje për çështjen, ëh? Ka pasur vëmendje dhe unë nuk shikoj dhe nga ana e ambasadorit gjerman në Shqipëri nuk shikoj, domethënë nuk e njoh, nuk është i njohur. Shumë e drejtë. Këtu është kjo, paradoksalisht, kush njihet dhe kush del publikisht. Qartë. Jo, dakord se ne i kuptojmë palët, Maringlen. Si e shikon këtë moment në raport me integrimin tonë Bashkimin Evropian? Zgjedhjet janë ato që tha zotnia, se qarku thirrë i skaneri për menimin tim. Unë kam qenë në Durrës, unë e di çka ka ndodhur në Durrës, e kam denoncuar. Edhe unë di historira të tjera, po unë po e mbajtë regjistri Luanit pra këtë rast. Qarku i Fierit është skaneri, por edhe drejtuesja politike e qarkut Fierit është ajo që po mban peng drejt integrimin në Bashkimin Evropian për momentin, sepse ajo po mban peng Edi Ramën. Ndërkombëtarët thonë drejtësi nuk ka, sepse po të kishte drejtësi, Belinda Balluku do ishte pas hekurave. Por drejtësia mbahet peng dhe për këtë arsye nuk ka as integrim evropian. Ndërkombëtarët thonë dialog politik. Dialog politik nuk ka pa opozitën, nuk e di me këtë dialogon Edi Rama. Dialogon me ata ministra që si një askush, ndoshta.
Pra, kemi një lloj hermetizmi në politikën e Edi Ramës se çfarë po bën në raport me integrimin në Bashkimin Evropian. Por ajo çka është komplet e kuptueshme është që Edi Rama po e mban peng këtë proces për shkak se ai do të shpëtojë personin që i ditë gjitha pislliqet atij, që është Belinda Balluku. Po ta shohim edhe sot, kryeministra në hije. Nuk është Plum Pilinçi kryeministri në hije, është Belinda Balluku, kryeministra në hije. Pse? Ajo vuri personin që i dha ato mandate në Fier, e vuri drejtori i policisë shtetit. Dhe ai drejtori i policisë shtetit ka marrë një superfuqi që s'pyet as për kryeministër, as për rend, as për listë, po bën pra i duket si pashallik. Pse? Sepse ka dorë të lirë tek Belinda Balluku, sepse i dha Belinda Ballukut me ato fakte që na solli zoti deputet i Qarkut Fierit, zoti Baçi, na solli këtu në studio, i dha mandatet në Qarkun e Fierit. 12 mandate. Atëherë, tani ky është ai polici që rreth njerëzit në bulevard apo? Absolutisht. Dhe i përcakton opozitës se ku duhet protestoj, si duhet protestoj. Do të lejoni vetëm në këtë leje, tha. Nuk një ligjin, harron që për protest nuk kërkohet leje, njoftohet. Po protesta është një drejt kushtetuese. E kupton? Për të shujt atë duhet ndërhysh në kushtetutë radh parë. Dhe këtë gjë e bën Edi Rama, po s'ka nevojë, sepse siç e tham, po ka këtë. Ka këtë zotrin që thotë, nuk do kaloni bulevardin. Tani pa dashme të ngacmu, sinqerisht. Ne kemi qenë në protesta. Paktën 2 protesta që i ka drejtuar ky nga policia e shtetit. Sa ato tjetrin e hoqën se që kanë qenë edhe më fatalet për protestuesit. Ty do vi se duhet përgjigje nga ti. Atë policin para këtij, se policia këta nuk janë drejtora për mua. Domethënë, këta janë kështu. Pa dashme fyj policë të nershëm, po këta janë domethënë atë e hoqën se Vila Enver Hoxhës u godit me fishek zjarr dhe ishte ndërkohë që ai zotnia ishte te dosjet e Ergy Sagasit, por e marrin mirë qenë. Tani Maringlen ti e demokrat. Krye polici Skënder Hita i ka përcaktuar opozitës ku duhet protestoj dhe si duhet protestoj. Ç'mendon ti për këtë moment? Dhe është hera parë që hyn dhe goditen njerëz të opozitës në protestë. Janë rraf barbarisht, nuk kanë ndonjë herë që forcat e ndërhyrjes shkojnë turp dhe të rish. Nuk po flas për veten time, po e largoj veten time, po flas për njerëz të tjerë, se mu m'kapi kamera, unë isha te gazetarët, te tjerët. Tani ç'duhet të bëj Partia Demokratike? Se po dal nga tema në temë, po në fakt janë të lidhura sepse Belinda Balluku i tregon opozitës se si duhet protestojë. Në radh parë herë kjo tregon që ato bien poshtë ato zëra që jo po protesta është, thjesht kanë koordinim me policinë, janë të shitur, janë të blerë, kjo e hedh poshtë sepse protesta është mjaft e ashpër sa që i ka friksuar këta në radh parë. Në radh dytë, ky zotëria duhet kemi parasysh dhe diçka, Olon. 2 protestat e fundit kanë qenë shumë të ashpra, jo se janë ashpërsuar protestuesit. Protestuesit kanë vazhduar rutinën e përhershme në protesta. Kanë acaruar policia. Dhe ajo lëvizja që bën protestuesit është e natyrshme dhe është pak a shumë e logjikshme që do shkojnë në atë mënyrë. Autobusit mblidhen para kryeministrisë. Në një moment caktuar vazhdojnë marshimin drejt parlamentit, sepse parlamenti është ai ku qytetarët kanë dërguar kanë dërguar deputetët ku miratojnë ligje, gjithë këto dhe bën gjithë këto poshtërsira që bën Edi Rama, dhe na del ky zoti Skënder, Hita, zoti Skënder Hita, dhe thotë që ju nuk do ta kaloni bulevardin, nuk keni leje. Po kush je ti për të na dhënë leje ne dhe për të na treguar ne ku protestojmë? Po absolutisht. Shiko zoti Skënder Hita, unë kam bllokuar autostradën e Thumanës, që unë e di shumë mirë pra penalitetet që merren në raste kur protestohet, kur bllokohet një aks kombëtar siç është autostrada e Thumanës. E di shumë mirë, mjaft mirë. Dhe po të them, dhe po ju them dhe protestuesve, që të drejtën kushtetuese, edhe pse mund të kesh pra pasoja praparendëse në këto momente, nuk mund ta diktoje drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Ndodhi në i gjë aty ku kishte te protesta e Thumanës, kur bllokonin autostradën? Ndodhi në i gjë? Përballë Belindës e kishim, përballë Belinda Ballukut. Belinda u detyru të hapi rrugën. Belinda nuk kishte asnjë lloj shansi që të procedonte apo të burgoste qytetarët, sepse
ata e din mjaft mirë të drejtën e tyre kushtetuese dhe nuk mundet asnjë skënder t'ju andalojë këtë gjë dhe për mendimin tim jemi në fazat e para të instalimit të një diktature të vogël në raport me të drejtën e qytetarëve për të protestuar. Kjo është shumë e rrezikshme pra. Këta po mundon ta shtypin, Çdo të bëjë opozita, kjo është pyetja. Ky është thjesht presion. Do ta kaloj. Okej, do ta trajtojmë këtë moment. Zoti kryetar, tani jemi edhe herë tek integrimi europian i Shqipërisë. Çe pengon Shqipërinë në këto momente? Tani këtu kemi një kalova pak te protestat e opozitës, po në fakt opozita proteston pikërisht për këtë çështje, se gjërat janë të lidhura të gjitha janë të lidhura. Tani ku i del dhe i thua protestuesit ktheu nga rruga, do të thotë standard demokratik që ke. Europianët e shikojnë, nuk ka standard demokratik. Që në vitin 2006 kur është nënshkruar marrëveshjes e asociimit nga Partia Demokratike, pastaj në 2009 u bë kërkesa për antarësim BE. Ishte 2010 që u hoqën vizat Schengen, ishte një augur i mirë që Shqipëria po shkonte drejt integrimit ose drejt ishte fakt i matshëm, këto tjera prallat që ka bërë ky deri tani. Dhe çfarë ndodhi? Aty kemi ikja e shtetit, kishim nevojë për viza apo jo? Ishte krijuar një klimë shumë e mirë. Ndodhin që në 2011 për një kryetar qarku në Fier prap i bie. Fieri. Për Fieri, për një kryetar qarku u blokua, u bë gjithë ajo rrëmuj, gjithë ajo kundërshti që Shqipëria nga 2011 është bërë kjo, u shty pranimi si vend kandidat për antarësim deri në 2014. 2014 u bë pastaj, sepse nga 2011 ku ishte çështja e qarkut të Fierit, u bë gjithë ai zallamahi që për konflikt politik, për kapje pushteti, kapje institucionesh, ndërhyrje gjykata e Vlorës e me radhë. Pastaj në 2011 ndodhi ajo që ndodhi. Protesta 2011 me huj me ajo. Dhe u spostua gjithçka. Çfarë do të them me këtë? 21 janarin e dim kush organizoi. Pra 2011 ishte kjo që po largonte Shqipërinë nga integrimi. Qartë. Tani në situatën që jemi andikon kjo. Po. Absolutisht po, sepse në 2016 kur u miratua ligji i sistemit drejtësisë para 10 vjetësh, para 10 vjetësh i bie, ka qenë kusht përcaktues për integrimin e përhapjen e negociatave, që u bën pas 2022. Ka qenë kusht i BE-s dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratimi i reformës drejtësi që u miratua drejtësia nuk ka për ta atje do dalë. Dhe ajo reformë u miratua me votën 140 deputetëve. Kur një qeverisje bien kundërshtim me këtë reformë drejtësi, po si është hapur, spaku bëgaja jep akuzë penale, tiqet imuniteti, e kundërshton, bën artifica, nxjerr ligjet brenda ditës dhe thua jo, kjo nuk do ndodh. Detyrimisht këto kancelari euroatlantike që kanë kontribuar në reformën drejtësi, që shikojnë që reforma në drejtësi Shqipëri është e domosdoshme për të krijuar stabilitet, për të krijuar standarde demokratike, për një mirë funksionim të demokracisë dhe të pluralizmit politik, detyrimisht që mban qëndrim. Dhe kjo ndikon në integrim. Qëndrim nuk kanë mbajtur për këtë. Integrim, si shikon apo kanë mbajtur? Jo, përderi sipas me qëndrimi nuk është ashtu i drejt për drejt siç edhe duhej faktikisht, se kur vjen problemi për Europa ka ndërhyrë her pas here në punët tona dhe shpreh drejt për drejt kur ka qenë të keqen tonë, edhe kur është për të mirën tonë duhet ndërhyj faktikisht. Unë jam pro kësaj, ato duhet jenë më drejt për drejt. Që të reforma në administrative, që të reforma thuaja zgjedhore, ose bëja gjithmonë një hap para, dy hapa prapa, një hap para, dy hapa prapa dhe sa herë kemi zgjedhë bëjmë reformë. Ke specialist je për këtë punë thua 1, 2, 3, 4 bëj. Të jesh mirë, të jesh në rregull me neve, duhet me shtete demokratike, duhet që këto t'i bësh. Jo u bë një hap prapa, dy hapa pas, jo është përcaktuese, u bë me dakordsi, edhe dakordsit i dim në reformën zgjedhore se si janë bërë dhe pse bëhen. Dhe për të qenë drejt për drejt me këtë pyetjen tënde, ndikon. Është një ndër shkaqet kryesore që kjo e largon Shqipërinë. Po, a është shprehur këtu do dilja. Përderisa edhe nga këto diskutimet e fundit, thuhet që 3 element nga disa shtete të cilat janë skeptik për mbylljen e negociatave, tani shtrohet problemi i mbylljes së negociatave, që s'kan për të mbyllur jashtë dëshirës tonë, thashë përsëris. Turqia ka që 2000
që nuk kanë për të mbyllur, Përshia është për çështje fetare. ato e japin në mënyrë të shprehur, nuk flasin me emra, po thotë. Domethënë nuk do mbyllim kapitulin. Jo, nuk do. Po ky tha Shqipëria t'ju jap pasaportën. Po ajo ka qenë që në 2025 duket ka qenë. Ora ky tha këtë mandat ta do jap pasaportën tha europiane në 2030. Po inshallah mo. Mirë pra, çu thot ky ti thuaj jo. Po jo në një vend kur s'ke standard demokratik, ku nuk funksionon pluralizmi, ku nuk ke zgjedhje të lira, ku nuk ke sistem drejtësie. Tani vetëm kjo mund të ndodhte vetëm. Jo ta them unë si do e japi dhe këtë pyetje në fakt e kam për zotin Baçi tani. Ai thot unë bashkohem me Vučićin dhe ne si dy vende të cilat ne mund mos jemi me drejtat plota në Bashkimin Evropian, shkojmë pra të cunguara, sepse kemi ca popë problematik, jemi Ballkanas, pra ne nuk është se jemi europian si belgët, si francezët, si gjermanët. Zoti Baçi, e pranoni ju këtë qasje? Është e turpshme në dy rastet paktën Rama ka dalë hapur kundër integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne mos harrojmë Ballkanin e hapur, që në fakt e kemi lënë jashtë kujtesës, por ka qenë një tradhti e hapur që i bëhej vendit tonë. E mbani mend se çfarë propagande dhe të gjitha mediat flisnin për nismën shpëtimtare të Ballkanit të hapur Rama Vučić dhe ka qenë i pari që ka folur Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Dhe janë kundërvënë që të gjithë. Mendoj që kemi folur dhe ne pak zoti Baçi, kemi bërë aktivitet në Fier, në rast se kujtohet. Absolutisht, kemi folur shumë fort po, me 17 takime. Sho, fola për lider politik. Jo, dakor, lider politik. Pastaj absolutisht. Jo, doja të usjellën vëmë dhe na kemi mbështetur atëherë të falenderoj publikisht. Kjo është çështje kombëtare, ndaj të Schengenit, ndaj popullimit, e çështje të tjera në lidhje me Kosovën, lidhje me këtë, çdo forcë politike ka folur. Partia e Lëvizje e Legalitetit ka qenë rigoroze në çdo deklaratë dhe e falenderoj dhe zotin Kalaja si një nga shoqëria civile ka qenë shumë aktiv. Normalisht edhe ajo që thoni ju është e vërtetë. Keni qenë pjesë e rëndësishme, por më duhet të them një gjë. Jashtë çdo lloj ndikimi, e sinqert kjo. Zëri Sali Berishës është zëri Sali Berishës, e kur flet Sali Berisha ka një tjetër impakt ndërkombëtar të paktën. Dhe për Ballkanin e hapur, në fillim kanë qenë pak të hallakatur që të gjithë se si mundet, dhe Evropa nuk po shprehesh, nuk po dilnin të thosh një fjalë. Sali Berisha i mshoi fort sa i punët Ballkanit e hapur, dhe kur erdhi puna, sot kemi një deklaratë shumë të hapur, e kemi tek rezoluta e Bashkimit Evropian, kur thot nuk lejohet asnjë lëvizje paralele, asnjë linjë paralele. Çfarë kanë parasysh? Kanë parasysh iniciativat e Ramës dhe mos harrojmë tjetër, që Rama e përsëriti në një format tjetër tashmë, me letrën e përbashkët që i dërgon bashkë me Vučić, dhe kur i thot Bashkimit Evropian që Shqipëria nuk ka nevojë të jetë antare me të drejta të plota, por mund të jetë një antare pa të drejtë vetoje, vote, absolutisht, boll fute kështu për të kaluar. Na fusim me një cep aty, në një cep të rrimë. Na fusim bashkë me Vučić. Shiko sa e rrezikshme është kjo iniciativë e Ramës dhe gjithmonë e koordinuar me Serbinë, me Vučićin. Kjo është vërtet alarmante, dhe unë shikoj me pozitivitet, shikoj një gjë që edhe europianët më në fund janë ndërgjegjësuar për qëndrimin që mban Rama, dhe Rama këtë integrimin evropian e ka më shumë si një retorik që e përdor shpesh herë, po në brendësinë e vetë është kundër integrimit në Bashkimin Evropian, se nëse do të integrohet dhe nëse do të jetë Bashkimi Evropian ku do të kontrollojë çdo gjë pastaj këtu, se u futen në Bashkimin Evropian ka një kontroll të paimagjinueshëm. Nuk vjedhin dot më këta. Ne kemi rastin tjetër të fondeve të IPARD-it. E vetmja gjë që Bashkimi Evropian janë para që i dërgon vetë në bujqësi dhe erdhi puna, zyra Olafe antikorrupsionit u fut vetë dhe gjeti se ku vajten të gjitha parat që erdhën për fermerët. Dhe të gjitha parat janë vjedhur. Ata i gjetën në Greqi, jo më në Shqipëri, që në Shqipëria bën dhe mu, se në Greqi e kishin vjedhë me pak më shumë stim. Të gjitha parat që kanë ardhur në këto fonde për fermerët, janë para që i kanë marë patronazhisti, kanë marë drejtora ministrishi, kanë marë pushtetar të socialistëve dhe kanë bërë lokale, gjasme lokale me drejtim agrar, agroturizëm, pra të gjitha parat janë vjedhur. Dhe akoma nuk janë të zhbllokuara fondet e IPARD-it.
fermerët janë penalizuar. Pra, kjo do t'i gjëj këtë qeveri dhe këta hajdut. Ndaj ju thoni nuk e pranone. Kjo është dhe arsyeja që këta i sorollatin, i vërdallisin. Po me Vučićin kemi ne, zoti Baçi, sipas teje? Me Vučićin ne kemi lidhjen Rama e ka direkt, do me thënë, edhe historikisht, po edhe praktikisht si kur i shkon miqësia dhe shoqëria. Po Kosova ku qëndron? Po Kosova, a e kemi para se çfarë qëndrimi ka mbajtur për Kosovën. Arriti sa tha që është toke askujt në një moment. Pra, Rama është anti-shqiptar, absolutisht. Dhe si një anti-shqiptar, ne nuk presim as një gjë pozitive nga Rama. Çdo gjë këtu zgjidhet vetëm me rrëzimin e Ramës. Mënyrën pastaj se si duhet rrëzuar, duhet ta vendosi qytetarët. Do ta diskutojmë pastaj. Blet, do ta jap direkt pas publicitetit, sepse kam një pyetje në raport me këtë që ngriti zoti Baçi. Do doja edhe i mendim nga ana jote se si mund të rrëzohet Rama, ndërkohë që Partia Demokratike ditën e shtunë zgjedh kryetarin e vet me datë 30 qershor, 30 maj ka procesin e zgjedhjes Këshillit Kombëtar dhe strukturave tjera me radhë. Pastaj janë procese të cilat po hecin paralelisht me një protestë të ardhshme që do shpahet muajin qershor. Publicitet deri këtu. Jo për retorik dhe jo për propagandë. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit. Bledi, do ta nisim këtu me zhvillimet që ka në fakt opozita. Një proces i brendshëm, ajo pyetje që u hudh në ekran para pak minutash se si zgjidhet, pra si rrezohet Edi Rama me këtë lloj autokracie, nuk e di çfarë mund të jetë kjo sipas teje. Ti je politolog, mund t'i vesh do diagnozën çfarë është diçka, domethënë në nivel komunikimi politik me të ashqyturën Bashkimin Evropian, domethënë Rama ka arritur të krijojë ato lidhjet e marrëdhëniet e tij, saqë unë shikoj si të shkëlqyer, në thonjza këtë lloj marrëdhënie, aq saqë Shqipëria mund të bëhet dhe pjesë e Bashkimit Evropian edhe pa i përmbushur, domethënë, pa i përmbushur kërkesat që ka Bashkimi Evropian, siç Bashkimi Evropian ka bërë me popull më të mëdhenj, siç mund të jetë Rumania, Bullgaria, domethënë kur i futin blok. Çështja është, pra, siç e thash në fillim, fakti që nuk është futur është sepse ajo politika e vetos, të atyre kanaleve që si thua nuk mrekullohen nga kjo marrëdhënia e reflektorëve, se Rama shikon me Melonin që kapet e përqafot e tjerë me Macronin e tjerë, domethënë nga ky aspekt edhe në Greqi bëri takime së fundi. Pra, për një vend që tashmë ka 2.400.000 edhe nuk është sa gjysma e Romës, edhe ekonomikisht nuk do të ndikonte shumë Bashkimi Evropian, por unë shoh që ato ndalesa i vijnë nga faktorë serioze, nga kanale që nuk janë këto kanalet e reflektorëve. Por gjithsesi, çfarë po bën opozita? Opozita me protestat, ashtu siç e shikojnë, duke lidhur dhe me Bashkimin Evropian, me gjithë, domethënë, politikën që po ndodh, shikoj pozitive protestën jo si element për të mposhtur qeverinë, sepse mund bën, janë bërë, u bën gati 12 vjet, kemi parë protesta dhe shumë, sheshi plot e tjerë, që qeveria nuk bie, nuk mund bie e tillë. Po, e shoh më në fund, besoj që ka kuptuar që kjo aureol që Rama ka arritur, ndoshta me zotësi të krijojë në marrëdhënie me Bashkimin Evropian ose ndërkombëtarisht, tashmë opozita po të çon dhe një mesazh tjetër, që këtu në Shqipëri, pra protestat e opozitës në thonjza po ndërkombëtarizohen. Pra po reflektohen në të gjitha mediat. Absolutisht. Dhe këtu shoh dhe pse policia ose është ashpërsuar kaq shumë. Sepse shoh që të gjitha protestat e fundit, gazetat më prestigjioze, duke filluar nga Amerika, në gjithë Evropën, kanë reflektuar. Pra, si thua, po vetëdijësohet dhe ajo pjesë e Bashkimit Evropian ose shtetet që nuk ka informacione, por shikon kryeministrin si dikush që vishet me atletës si dikush sportiv, tani mund ta shikoj edhe një aspekt tjetër. Pra, unë shoh që ky është shumë pozitive, pra protesta që të ndërkombëtarizohet, që të gjitha shtetet që mund të kenë ndikime në Shqipëri, ora ti kërkojnë dhe llogari këtyre ambasadorëve. Ora shi çfarë po bëhet? Të tjera më vinë informacione nga Shqipëria dhe gjë tjetër po ndodh realisht.
Pra dhe unë shoh që për herë të parë ka diçka pozitive, në të gjitha reflektohet dhe edhe një herë për të ritheksuar, besoj që dhe kjo kundërshti nga policia mund të jetë për këtë arsye. Mund të jetë vetëm për këtë arsye, se ka pasur protesta më të mëdha. Po besoj që Rama, një nga merakët më të mëdha të paktën ashtu si lexojnë, është figura e tij, profili i tij ndërkombëtar. Dhe ky profil atlete me çitjane me po do që të ketë dhe mbështetje. Do të thënë mos të marri as ato notat negative kur të vinë, sepse nëse Odiri të thotë që nxjerrës janë pozitive etj, tashmë një vend antar i komunitetit ndërkombëtar mund të thotë, "Ore, po ne shikojmë gjë tjetër në Shqipëri." Sepse kemi në gazetën tonë. Po patjetër, ja kjo është një element pozitiv. Pastaj ka edhe elemente tjerë duke filluar nga reforma zgjedhore, hapi i Partisë po ndoshta një kalim të dytë. Po, Maringlen, si e shikon momentin e Partisë Demokratike tani edhe për zgjedhjet e brendshme, pra a ecin dy procese paralelisht, edhe protesta, edhe procesi brendshëm, mos hajnë nga njëra tjetra apo deri në tani po funksionon mjaft mirë edhe protesta paralelisht me zgjedhjet dhe me edhe Berishën që ka në folje, tani domethënë ka kuptuar që duhet ndërkombëtarizuar gjë. Që foli për? Që foli kundër qeverisë që po flet në arenë ndërkombëtare në Evropë. Po. Ku ishte hera fundit që absolutisht ka qenë Gjermani në protestat, duket si politik. Ka pritur ndërkombëtar në selia e Partisë Demokratike është hapur sfumi edhe nga për të pritur ndërkombëtarët. Në raport me pyetjen tuaj, Aulon, unë shikoj që kemi një ndërthurje shumë të bukur midis procesave të brendshme në parti me stinën e protestave. Partia Demokratike e ka gjithmonë model të protestuarit, ndryshe nga të protestuarit e 2011-ës të majtëve, ku ne i kemi parë të armatosur, i kemi parë me hujmë, me shkopi lapate, me kudiun me lloj armësh të ftohta, me thika, me gjitha mjetet e kundralishme të mundshme. Partia Demokratike proteston në mënyrë të qytetëruar, thërret mbështetësit të saj, thërret qytetarët në përsheshe dhe ato skema që i kemi parë gjithmonë kanë ardhur për shkak të provokimeve që vinë nga policia e shtetit. Disa rrallë ata fusin civil brenda protestuesve për provokim, pra për të provokuar incidente. Disa herë të tjera kemi parë sulm të policisë shtetit, aksioni shigjeta kam pakzuar unë rastin kur u goditën deputet Partisë Demokratike, aktivist, gazetar, ka qenë edhe rasti juaj, dhe kjo çoi në një shpartallim protestës për arsye sepse ata goditën në pabesi. Pra, në qoftë se një subjekt politik ose një organizat e shoqërisë civile kërkon një leje, kjo leje caktohet një orar që mund të jetë 2 deri në 3 orë minimalisht. Dhe policia e shtetit, në rastin që po përmendim, ka ndërhyrë në 30 minutat e para të protestës. Shumë drejt. Dhe si do zgjidhet? A duhet t'ja Partia Demokratike i përgjigje tjetër këtij momenti? Po sepse ne nuk mund të shkojmë protestat në rrugë. Pikërisht ajo që thatë ju më përpara. Do të motivohet protesta nga tjerë. Protestat që nga momenti i goditjes së Viles Enverit kanë marrë një dimension tjetër edhe në arenën ndërkombëtare. Ata kanë pushtuar faqet e para të gazetave ndërkombëtare dhe të portaleve ndërkombëtare, dhe kjo gjë nuk i shërben Edi Ramës në lidhje me imazhin që ka krijuar për stabilitetin që ka Shqipëria, që e thamë edhe në pjesën e parë, pra të asaj që ka kërkojnë ndërkombëtarët, që kërkojnë një dialog opozit, stabilitet. Dhe kjo nuk i shërben Edi Ramës, pra kjo lloj pamje dhe kjo lloj informacioni në mediat ndërkombëtare nuk i shërben Edi Ramës, dhe kanë gjetur këtë mënyrën të presionimit dhe të ndërhyrjes për shuarjen e protestës që në momentet e para të zgjedhjeve në PD Maringlen për sa i përket zgjedhjeve me datë 23 maj, demokratët shkojnë drejt një referendumi për qyeshmërinë e kryetarit Partisë Demokratike. Më mirë që ndodhe kështu? Absolutisht më mirë. Shiko, Aulon, në garën për kryetarin e Partisë Demokratike duhet të jenë figura që spikasin atë parti. Nuk mund viti kush antar partie, me gjithë respektin maksimal të mundshëm për çdo antar të Partisë Demokratike, nuk mund viti kush
të kandidoj për kreun e Partisë Demokratike. Ne pam edhe figura të cilat nëpërmjet mediave na u serviren edhe si qesharake kur doli me pompozitet në për këto mediat Carlo Bolino e me radhë. Pra, duhet t'japi një lloj serioziteti. Partia Demokratike është partia e 510.000 votuesve dhe niveli intelektual dhe niveli i përfaqësimit duhet të jetë shumë i lartë. Normalisht për kryetar të Partisë Demokratike mund të kandidojë një zyrtar i lartë i strukturave të partisë, mund të kandidojë një deputet, mund të kandidojë një antar i Këshillit Kombëtar që spikat me aktivitetin e tij, si brenda partisë, si në shoqëri, si në televizion e me radhë. Por ne nuk mund të pranojmë, pra, duke qenë se jemi një parti e madhe, një parti serioze që përfaqësojnë shumë vlera, duhet jemi pak më të kujdesshëm në kandidaturat që pranojmë për kryetar të Partisë Demokratike. Dhe normalisht, edhe për shkak të gjithë situatave që kaluan 4 vitet ku kryetar ishte doktor profesor Sali Berisha, pra flas 2022-2026, për shkak përplasjeve të brendshme, për shkak të mënyrës se si shkuan zgjedhjet e 2025-s, normalisht unë mendoj që duhet një rikonfirmim i doktor profesor Sali Berishës dhe duke pat parasysh këtë gjë, pra këtë përplasje, këtë lloj situate që kaluam ne si parti, edhe disa pretendent ose faktor brenda të Partisë Demokratike e kanë konsideruar si më të vlefshëm një rimandatim të doktor profesor Sali Berishës, sesa një ndoshta nuk mund të them një përplasje brenda partie, por një përplasje idesh në këtë moment që ndodhet dhe Partia Demokratike. Zoti Axhami, në fakt, t'ju pyes për një parti tjetër nuk është e ndershme nga ne, por është partia e cila udhëheq opozitën, apo jo, bashkë me gjithë partitë të tjera. Këtë procesin e brendshëm si e shikoni, doja i koment, domethënë duke e parë nga jashtë, flas edhe momentin e protestave. Pra, ecin këto dy procese apo jo? Për sa i përket protestave të organizuar nga Partia Demokratike në emër të gjithë opozitës, e them kështu për arsye sepse ka prej kohësh që nuk funksionon tërjeza e partive politike për organizimin e protestave dhe nuk funksionon tërjeza e partive politike në lidhje me reformën zgjedhore dhe e partive politike opozitare në lidhje me reformën zgjedhore dhe administrative. Pse, çka ka ndodhur? Këtë nuk e di që ka ndodhur, ndoshta kështu e ka konceptuar Partia Demokratike se mund të jetë më efektive protestat të cilat po i shikojmë se si po zhvillohen, që për mendimin tim, për mendimin ton, protestat kanë efektivitetin e vet në lidhje me të kundërshtuar këtë mënyrë qeverisje, por mënyra se si janë zhvilluar protestat deri më sot, pavarësisht që kanë pas luhatjet, ngritjet e uljet e tyre, pavarësisht se ndërhyrja e policisë ka qenë vetëm qëllim për të intimiduar njerëzit, për t'i friksuar që mos të dalin në protestën e radhës. Edhe për të shpërndar protestën në forma tani vetëm momenti kur flet dikush në protestë ose kur flet lideri i Partisë Demokratike në protestë dhe pa mbaruar fjalën i lëshon direkt gazin dhe ujin, është e pakuptimshme, është jo njerëzor, i vët çfarëdo lloj epiteti. Por të kaloj tek ajo që nisa pak, mënyra e organizimit protestave duhet jetë ndryshe. Protestat duhet kenë grupin e vet të organizimit, nuk e di se si funksionon brenda PD-s, a ka një grup ekspertësh se si organizohet një protestë. Protesta është mjet demokratik, protesta ka strategjinë e vet, protesta duhet ketë komisionin e vet të organizimit, protesta duhet ketë kufit minimal dhe maksimal se si do të sillen protestuesit në terren ku të dalin atje. Dhe përpos kësaj, duke parë mënyrën se si kundërvihet policia, në mënyrë të jashtëligjshme me shkopin merr uli kokën atij tjetër, që ishte një djalë që e morën zvarr. Atje edhe këtu duhet të ndërhyjë përsëri opozita, duhet ketë strategjinë e vet. Thash nuk kanë funksionuar tryezat dhe për mendimin ton tryezat e partive opozitare. Bëjmë thirrje nga kjo studio. Po të funksionojë tryeza, sidomos e reformës zgjedhore dhe e reformës administrative, pasi janë dy reforma kyçe që mund të ndikojnë në çmontimin e kësaj mazhorance politike. Mos të harrojmë sepse përveç asaj që tha zoti Baçi që parë me shumë të drejtë se si kanë arritur të marrin këtë përqindje numër votash, një pjesë e madhe e numrit votave i është vjedh elektoratit në mënyrë ligjore. Në mënyrë ligjore që në momentin kur u hoqën
koalicionet parazgjedhore, që edhe në momentet e tjera janë disa pikat kodit zgjedhor që si avlen nuk është koha e përshtatshme për të cilësuar, të cilat kanë ndikuar që kjo mazhirancë të mbajë pushtetin. Për sa i përket zgjedhjeve në Partinë Demokratike, uroj që nga këto zgjedhje kjo forcë politike të dalë më konsoliduar, përposa asaj që vetë situata që është zhvilluar brenda PD-s. Uroj që në forumet drejtuese të Partisë Demokratike të jenë elementët kontributor, element të ri, element të cilët të bëjnë që fryma e besimit e qytetarëve shqiptar të jetë më e madhe tek Partia Demokratike, që normal është forca më e madhe politike, që ka një numër të konsiderueshëm votuesit, që me votat e partive të tjera si Partia e Lëvizjes e Legalitetit urojmë që të vijë sa më shpejt për U shtet. tregove politikisht korrekt, prap. Nuk na dhe ne i përgjigje drejt për drejt për atë që po ndodh në Partinë Demokratike, por nuk takon sepse je partia aleate dhe ti ke partinë tënde. Ne urojmë që në të dalë dhe urojmë që në zgjedhjet që erdhen, jemi në një vit zgjedhor. Urojmë që ky kod zgjedhor që do bëhet dhe kjo ndarje administrative të jetë në funksion të asaj që po kërkon opozita, pasi fatmirësisht, pavarësisht se nuk ka funksionuar ashtu siç duhet tryeza për reformën administrative, territoriale dhe për reformën zgjedhore, nga informacionet dhe kontaktet që nuk mungojnë kontaktet, normalisht që edhe Partia Demokratike është në koherencë me disa projekt propozime tona që ka të bëjë me shtimin e numrit bashkive, që ka të bëjë me një sistem zgjedhor. Me sistem zgjedhor. Zoti Baçi, faktikisht keni qenë një nga deputetët më të qartë për mendimin tim, kam ndjek ndalje publike në raport me atë që po ndodh në Partinë Demokratike, ku një fortunë në gotë, me që kemi edhe këto gotat përpara, u ngrit nga disa media të caktuara që po shpiknin kandidat, apo jo, t'jemi realist, domethënë, dhe ti ke qenë i ftohtë në raport me disa kandidat, sepse unë kam bërë interpretim tjetër, një dikush që del nga psikiatria, për shembull, thotë duhet bëhem kryetari i Partisë Demokratike, duhet kandidoj. Jo si do të cilët Partia Demokratike, për mendimin tim po doja menaxhoj keq procesin e marrjes kandidaturave, në gjykimin tim. Por si do cilët media, a është media profesionale në këtë rast, a mjafton që ti të shkosh te selia PD-s, të vendosësh i kamera dhe të shikosh kush hyn aty dhe dorëzoj letra dhe ta bësh personazh dhe ta ftosh dhe ta bësh rockstar për inat në të gjitha banaqet televizive të orareve në darkës. Atëherë, a është profesionale apo ka pas qëllim? Unë gjykoj që ka pas qëllim. Pra, për diskreditimin e disa personave të cilët kanë shkuar aty. Unë të kam ndjek dhe ti ke thënë që kjo kandidaturë X nuk po marri me emra, nuk e meriton që tjetë kandidaturë, ku kolegët e tu nuk kanë pas guxim për me e thonë këtë gjë. Po ti ishe i qartë. Tani, ç'mendon ti për situatën në Partinë Demokratike? Është më mirë që të ri pa kandidat dhe kundër një procesi fars, apo do duhej që dikush ndoshta të bënte gjoja edhe nga këta njerëz që mund të jenë afër kryesisë dhe të bënte ca teza kundër Berishës etj etj. Pra, du një mendim biot Luan Baçi. Absolutisht. Së pari më lejoni të them që ne duhet jemi të qartë në atë çfarë përfaqëson një kandidaturë për kryetar të Partisë Demokratike. Me shumë respekt për çdo parti dhe subjekt tjetër politik, por kryetari i Partisë Demokratike është kandidati për kryeministër nesër. Dhe jo çdo kush mundet të ketë guximin, kurajon të vejë të dorëzoj dokumentacionin dhe do kandidoj për kryetar të Partisë Demokratike dhe të habit fakti kur ka dhe kandidatura që ka një njohje shumë të paktë në publik. Pra është një nga kriteret që ka një kandidat për kryetar të Partisë Demokratike që të jetë një person politik, publik, i njohur. Jo vetëm me profil të lartë, publik dhe politik, i njohur jo vetëm kombëtarisht, po dhe ndërkombëtarisht. Edhe ndërkombëtarisht. Parë në këtë këndvështrim, unë nuk besoj se ja vlen për të diskutuar asnjë lloj kandidature në këto. Jo, u mora me fenomenin, nuk u mora me kandidaturën. Po, fenomeni flas, fenomeni. Nuk ndodh absolutisht asnjë gjë. Jo që në gjithë botën ka raste plot të kandidimit të një kandidature, por në rastin konkret të Partisë Demokratike, mos harroni që ne kemi pasur në statut para vitit 2013 që kryetari i Partisë Demokratike zgjidhej me votë të deleguar, zgjidhej në kuvend nga delegatët, ndërsa pas vitit 2013, që nga vitit 2013 dhe në vazhdimsi, kryetari i Partisë Demokratike zgjidhet me një vot, një antar një vot, pra voton gjithë antarësia. Pra kemi një kryetar të Partisë Demokratike zgjidhet nga gjithë antarësia dhe pak rëndësi ka se ka një kandidaturë përballë apo nuk ka një kandidaturë përballë. Unë parimisht do të doja shumë që të kishte një kandidaturë që të ishte përballë zotit Berisha dhe të konkuronte. Por jo çdo lloj kandidature mund të vihet përballë
kandidatit aktual, kryetarit aktual të Partisë Demokratike. Pra, parë në këtë këndvështrimin nuk besoj se ja vlente të diskutohesh fare kjo, por po kaloj tek ajo që thatë juve pak më para ulon me të drejtë, ne jemi një parti shumë demokratike dhe shumë e hapur, që në momentin që atje të selije Partisë Demokratike vendoset çdo lloj kamere, kush të doj, dhe ku ta di unë se si porosisin edhe një nga rruga merr një dosje atje dhe bëj një parad mode tek shkallët, ik aty tek recepsioni, bëj dy biseda atje dhe pastaj e njohim ti gjithë nëpërmjet televizionit se ka dalë një kandidat tjetër. Pra, me shumë respekt për çdo demokrat, por shikoje pak veten, se ku vete dhe për çfarë do kandidosh. Pra, parë në këtë këndvështrim nuk besoj se ja vlen dhe fare të diskutoj, ka disa media që absolutisht duhet ta them që kanë qenë gjithmonë dashakeqëse me Partinë Demokratike, media që nga mëngjesi në darkë sulmojnë Partinë Demokratike, media që nga mëngjesi në darkë çdo lloj emisioni që bëjnë vetëm për Partinë Demokratike, kundër Partisë Demokratike, për të hequr vëmendjen nga çdo lloj aktiviteti, vjedhje, korrupsioni, krimi që ka pushteti. Nuk bëjnë kurrë një emision për pushtetin apo për krimin, për korrupsionin, për vjedhjen, por gjithmonë për problemet në thonjza që pas ka Partia Demokratike. Parë në këtë këndvështrim unë mendoj se data 23 do të jetë një referendum me gjithë demokratët, e rëndësishme është pjesëmarrja e demokratëve, unë gjej rastin të bëjthirë gjithë demokratëve të dalin në votime, të shprehin dëshirën, vullnetin e tyre aty me votë, dhe jam i sigurt që, këtë e them me bindje të plot duke njohur gjithë situatën, çdo lloj kandidature të ishte në garë me Sali Berishën, absolutisht 10% të votave nuk do t'i mirte dot. Kështu që kjo ka qenë dhe arsye. Një realiste, jam dakord, por jo, nuk, më lejon të them vetëm një gjë. Se shumë kush thotë që pse garon vetëm Sali Berisha aty. Po mirë, është faji Sali Berishës që është i votuar dhe është i duhur dhe që arrin të ketë besimin e demokratëve, po s'është faji aty, dil dhe kandido, kush plotëson kriteret. Po nuk e shikon asnjë të arsyeshme të dalë. Presim ne nga data pas 10 ditësh, nga data 30 maj. Që për mendimin tim është më e rëndësishme se kjo, në gjykimin tim sa njofun për Kuvendi Partisë Demokratike është organi më i lartë vendimarrës, që mblidhet një herë në 4 vjet. Kjo i jep përgjigje dhe pyetjes tuaj kur that pak parë me të drejtë që kemi një proces edhe zgjedhje në parti edhe protesta. Zgjedhjet në parti janë të detyrueshme se plotësohet mandati 4 vjeçar dhe do të bëhen. Unë jam pro asaj, të flas votimin si po ecë. Absolutisht, për mua ishte një shtytje shumë e mirë që rastisi se protestat kanë filluar shumë kohë më parë, atëherë kur Partia Demokratike mori vendimin pas ndërkombëtarizimit të farsës zgjedhore të 2025-s të 11 majit dhe kaluan në fazën e dytë të protestave, protesta që kanë qenë barkombëtare të fuqishme, protesta vërtet që i kanë dhënë impuls gjithë demokratëve edhe qytetarëve. Parë në këtë këndvështrim unë mendoj se 30 maj, kuvendi që do të zgjedhë Këshillin e Ri Kombëtar, që uroj dhe shpresoj të jetë një këshill kombëtar gjithëpërfshirës, përfaqësues me individët më të mirë që ka Partia Demokratike dhe pse jo i ripërtërir do të thoja në një përqindje të lartë të tij, jo vetëm Këshilli Kombëtar, por edhe strukturat e tjera që do të dalin nga Këshilli Kombëtar, siç është kryesia, sekretariatet, nënkryetarët, sekretari i përgjithshëm, që të ketë vërtet një frymarrje e gjithë Partia Demokratike nga baza në qendër. Mendoj, shpresoj dhe jam i sigurt për këtë që do të ketë një tjetër frym pastaj, edhe protestat e tjera që do të vazhdojnë dhe nuk do të ndalojnë, absolutisht, për mendimin tim protestat janë mjeti më i fuqishëm dhe shumë i domosdoshëm që një opozit ka në dorë dhe në situatat që ndodhet vendi ynë, kur jemi përballë një regjimi që nuk dëgjon dhe nuk kupton me dialog, vetëm protestat janë ato që e vënë në pozitë të vështirë dhe e detyrojnë të pranoj të paktën të zbatoj ligjet dhe mos të shkel kushtetutën. Dhe më lejoni të sjell vetëm një shembull, vetëm nga protestat e Partisë Demokratike, e deputetëve të Partisë Demokratike, nesër mazhoranca do të sjellë në seancë parlamentare për të miratuar rregulloren e re të kuvendit. Pra atë rregullore që e bën në mënyrë të njëanshme, Partia Demokratike e çoi në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese na dha të drejtë që kjo rregullore është miratuar në mënyrë të njëanshme dhe me ndërhyrjen e ekspertëve dhe deputetëve të Partisë Demokratike
është rënë dakord dhe është pranuar që rregulloria të bëhet me konsensus dhe janë vendosur në rregullore të gjitha propozimet që ka bërë Partia Demokratike. Pra çfarë detyroi Ramën dhe Partinë Socialiste? Po pra, e njëjta gjë dhe me rregulloren e Kuvendit. Ka pranuar të gjitha propozimet që ka bërë Partia Demokratike. Pra u detyrua nga protestat e Partisë Demokratike, u detyrua nga qëndrimi i Partisë Demokratike, nga çuarja në gjykatë kushtetuese. Pra me një qeveri që është qeveri që mbështetet jo mbi zgjedhjet të lira e të ndershme, nuk mund të funksionojë dialogu. Funksionon vetëm fuqia e njerëzve dhe protestave. Se jemi në minutët e fundit të emisionit. Zgjedhjet brenda. Se jemi në fund, prandaj kemi të i kaluar. Okej, nëse për mbledhse, domethënë unë jam kjo koncepti i referendumi është një gjetje. Nuk ekziston në referendume mbi persona, po mbi ligje, mbi konvente, referenduma abrogative mbi kauza. Nga ana tjetër, domethënë është një gjetje për të kaluar të lloj ngërçes, sepse gara në politik, gara është e shenjtë. Një fitore pa garë le pak me gojthat. Por nga ana tjetër shoh dhe që kushdo që të ishte ngar, besoj që Berisha do të kishte fituar. Dhe shoh që në PD për çfarë bëhet gara në fund fare për treguar që një parti ka demokraci brenda saj dhe për shikuar historinë e hershme e këtyre viteve që ka kaluar brenda PD-s kemi pas shumë shizma që nga Basha, Berisha mori edhe pse kishte kundër, edhe pse gati u përjashtua, këto shizmat e tjerë që tregon që ka rrymat e ndryshme brenda PD-s dhe tregon që ka demokraci, pra mund të kultivohet mendimi ndryshe. Po TPS-ja nuk rrjedh qelbet. Por u ndodhi diçka edhe aty që u zëvendësu një pjesë e elitës me këto të rinj që u futën. Tani e ke fjalën apo mjaft? Jo, në zgjedhjet që u bën që u futën disa të rinj. I bën ai për herë këto, domethënë, po duhet të kesh një kush që të jesh i korruptum dhe gojë mbyllur. Unë besoj që denetim. Po. Berisha do t'i fitoj, por ose do të ketë si qëllim, domethënë të jetë tragetator për një moment të dytë të PD-s, dhe kërkohet se s'bën një riformatim. Të hapet sepse nëse mbetet Berisha, do të ketë një riformatim të paktën të elitës partijake. Do të ketë një qarkullim. Të do ta shikojmë pas datës 30, edhe me datë 30. Unë ju falenderoj se referendumi është për këtë kauzë. Patjetër, ju falenderoj që ju kisha të ftuar zotin Luan Baçi, deputet i Partisë Demokratike Qarku Fierit, Bledi Dika, politolog, Maringlen Doçi, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, uroj rizgjedhje me datë 30, që të rikonfirmohesh, zotin Shpëtim Axhami, kryetari i Partisë Lëvizja Legalitetit. Nderuar miq, ky ishte emisioni për natën e sotme. Ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 po ashtu edhe gjatë fundjavës. Unë tani do t'ju propozoja një qëndrimin tim që kam mbajtur për fushkrujen. Fushkruja ka qenë gjithmonë bashki. Ditën e djeshme në Durrës u mbajt një dëgjesë publike nga Kuvendi i Shqipërisë, majtë e djathtë u mblodhen aty, të majtët ishin shumë të lumtur, të djathtët, sigurisht që kishin ato kritikat e veta, për një arsye shumë thjeshtë se qarku Durrësit faktikisht prodhon 14 deputet dhe ka gjithsej 3 bashki. Është e paimagjinueshme, fushkruja ka qenë bashki, nuk është se nuk ka qenë. U kthy njësi administrative në vitin 2015, të majtë dhe djathtë firmosën një peticion, unë i kam akoma firmat, 5200 firma ishin kundër që ne të bëshim njësi administrative, 50.000 banorë, nuk kemi spital, s'kemi as bashki. Ndiqeni këtë moment që unë kam mbajtur ditën e djeshme në Durrës, për të thënë vetëm një fjali, riktheni nderin qytetit Fushkrujes. Natën e mirë. Aulon Kalaja, banori Fushkrujes, për mendimin tim ka i problem konceptual e para, sepse do më thënë ka i rregull në gjithë botën, e majta dhe e djathta, e majta gjithmonë bën rilindje, kurse e djathta bën reformë. Tani, në gjykimin tim kjo nuk është reformë territoriale, është rilindje territoriale, sepse në rast se do të ishte reformë nuk do të mbijetonte 10 vjet. Reformat zakonisht bëhen për 100 vite. Rilindja bëhet për një kohë të caktuar. Përsa i përket territorit, meqense jam tek banori i Bashkisë Krujës, u fol për territorin, fakt janë disa shkolla të mbyllura, do e vazhdoj me Malsinë e Krujës, shkolla e Cutizallës, shkolla e Mafsheqit, do vi në Kruj me 2 shkolla të mbyllura në zemër të Krujës, Lagja Berbere u mbyll edhe kopshti edhe shkolla e Bretit po ashtu, 8 km nga aeroporti i Rinasit, shkolla Mallkuçit e mbyllur, Nikla 11 km nga Tirana, pa gjimnaz, pa shkollë nëntëvjeçare, vend
shumë jashtëzakonshëm Mukja, ku është bërë konferenca e Mukjes, siç jemi këtu sot që janë bashkuar majtë të djathtë, edhe ajo shkollë e mbyllur, ky është territori. Përsa i përket shqetësimit kryesor që kam është çështja e fushkrujes. Një vend me afër 50.000 banor është njësi administrative. Nëse është hëngur haku një qyteti këtu në qark Durrësit, unë gjykoj që është qyteti fushkrujes. Është e parespektuar, nga bashkia është kthyr njësi administrative. Ne kemi qenë bashkia apo jo, dhe na kthehet njësi administrative me një trënd lapsit në vitin 2015, ku unë këtij komisioni mund t'i vej në dispozicion firmat që ne kemi mbledh atëherë që fushkruja të mos kthehet njësi administrative, por të mbetet bashki, kanë firmos dhe të majtët. Është reale, i kemi ato firma, janë rreth 5200 firma. Fushkruja i ka dhënë Shqipërisë kryeqytetin e parë në antikitet, Albanopolisin, nga ku ne kemi marrë emrin Albania. Fushkruja është e parespektuar nga e majta në gjykimin tim duke kthyr njësi administrative, por është e respektuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në 2007 erdhi presidenti George W. Bush. Fushkruja është e parespektuar nga e majta duke e kthyer në njësi administrative, por është respektuar nga Vatikani duke ardhur Papa Vatikanit në Bupq, dhe unë gjykoj që është domosdoshmëri. Në rast se kjo reformë do të mbahet për një sukses, unë gjykoj që guri i themelit Bashkia 62 duhet quhet Bashkia Fushkrujes. Është domosdoshmëri që t'i kthejnë nderin atij vendi, sepse nuk u pyetëm. Në rast se ju jeni të bindur që Fushkruja nuk duhet të jetë bashki, atëherë unë ju sfidoj që ne të bëjmë një referendum. Zvicra i pyet qytetarët e saj, për shembull, një nga çështjet që i ka pyet Zvicra qytetarët është a t'ja japim në shtetësinë Michael Schumacherit, dhe i ka thrit në referendum. Në rast se ju mendoni që e fitoni referendumin, le ta bëjmë referendum. Unë gjykoj që edhe majta dhe djathta do të votojnë që Fushkruja të jetë edhe herë bashki. Faleminderit.